Siesta Beach në Florida. I ndodhur në Siesta Key në Florida, ky plazh është i njohur për ërën e tij pluhur kuarci, e cila qëndron e freskët, edhe në motin më të nxehtë dhe ujërat e bukura të pastër të gjirit të Meksikës. Zona mund të konsiderohet një qendër e gjallë me dyqane, restorante dhe argëtime të shumëllojshme. Çdo të diel në mbrëmje organizohen grupe muzikore tradicionale dhe mblidhen në plazhin Siesta, duke krijuar një atmosferë argëtuese dhe energjike. Një mënyrë e shkëlqyeshme për të lëvizur rreth ishullit janë shërbimet me karroca, të cilat ofrohen falas nga autoritetet. Sky Jugori i plazhit ofron mundësi të shkëlqyera për zhytje dhe eksplorim të formacioneve shkëmbore unike. Galeritë e shumta të artit, restorantet dhe muzika live janë vetëm disa nga atraksionet që mund të frekuentohen gjatë qëndrimit në Siesta. Disa operatorë turistik ofrojnë udhëtime me varg për të parë nga afër delfinët në habitatin e tyre natyror. Parkimi mund të jetë sfidues, veçanërisht gjatë sezonit të pikut, prandaj këshillohet të shkoni herët në mëngjes ose merrni parasysh përdorimin e transportit publik. Eagle Beach në Aruba. Eagle Beach është një destinacion vërtet mahnitës, i renditur vazhdimisht në mesin e plazheve më të mira në botë, i njohur për shtryrjen e gjerë të rërës së bardhë pluhur dhe hapësirës së bollshme për relaksim. Ujërat janë të përsosur për not, snorkeling dhe aktivitete të ndryshme ujore. Pemët ikonike Divi, me format e tyre karakteristike, janë një shenjë dalluese e Eagle Beach, duke krijuar mundësi piktoreske fotografike. Breshkat e detit janë gjallësa tepër popullore në zonë, të cilat e shfrytëzojnë atë si folet të përshtatshme për qëndrim dhe shumim. Ndryshe nga disa prej plazheve më të mbushura me njerëz, Eagle Beach ofron një mjedis të qetë dhe relaksues. Plazhi mundëson sporte të ndryshme ujore, duke përfshirë skiimin me balon apo paddleboarding.